E sot në studio kemi edhe një artist që ka ditë t'i jap jetë këngëve që i kemi kënduar edhe me breza. Ai nuk është thjesht një DJ, është një krijues që ditë të ndërthur nostalgjin me ritmin modern. Pas suksesit të Drenushës, tani ka sjell edhe një verzion të ripërpunuar të këngës ikonike Hajde Pije. Të dyja të shoqëruara me videoklipe që japin muzikës edhe një histori vizuele. Në këtë projektin e fundit ai ka bashkëpunuar edhe me njërin prej emrave më të mëdhenj të muzikës sonë, mjeshtrin e instrumenteve Astrid Stafaj. Është kënaqësi sot të kemi në studio të flasim për muzikën, risjelljen e hiteve dhe stilin e tij unik. DJ Dati, se datin apo një miktimin të kahmoqëm Dati, si je? Përshëndetje Xhanam. Spari faleminderit një herë për ftesën. Lutem. Për këtë emision i cili është shumë i shikuar. Faleminderit shumë, po mundohemi, po që ajo kur e thoni ju mysafirët, kur na jepni komplimente e vulos punën tonë. Është realitet e vërtetë është. Faleminderit që u zgjove nga gjumi në emisionin tonë fillimisht, sepse e dim që artistët e kanë pak më të vështirë t'i adaptohen mëngjesit, po që një këngë e vjetër është si një kujtim i gjallë, e dim. Ndoshta ka këngë që një person 6 vjeçar apo 7 vjeçar i din këngët e vjetra edhe pse nuk ka ekzistuar fare në atë moshë. Çfarë kujtesë ose ndjenje ty personalisht ka rikthy Hajde Pije kur vendoset ta ripërpunosh? Është një këngë cilën e kam dëgjuar shumë. Para shumë viteve, sigurisht ka afër 15 vite, ndoshta edhe më shumë, nuk e di sa. Se kohës kur kemi dalë ne në për klave. Po atë kohën kur s'kemi pas asnjë gale tjetër. Fiks. Ka lindit ideja shumë spontanisht. Edhe pse ka pas një periudhë shumë të gjatë, shumë vite që se kam dëgjuar këtë këngë. Edhe nuk e di as vetë se kuptoj ende se si më lindi ideja, si më kujtu kjo këngë një natë sa po u ktheva nga dasma, natën vonë, shpejt 2:30 ka qenë ora, edhe në moment fillova vetë ta këndoj. Nuk e di as vetë si... Nga brenda të Po, nga brenda merdh. Edhe aty instinktivisht më lindi ideja, thash po pse se përpunojmë këtë këngë. Edhe ka qenë këngë cilën e kam dëgjuar shumë ritmike, edhe e mendova si mund bëhet kjo të ndryshohet pak, përpunohet pak. Edhe ashtu, pastaj në koordinim, në konsultim me kompozitorin. Fillum njëherë si del, do me thënë, një këngë si një remix, mirë po doli shumë ma shumë pastaj. Pastaj mora një ide nga Aida, nga motra, për me bën një bashkëpunim me Astridin, Astrid Stafaj, cilin... Do e lidhim pas në mënyrë të drejtë në emisionin tonë. Pasi e kam edhe shumë shok, edhe është një profesionist shumë i madh. Më duke se nuk ka njeri në estradë që nuk ndron të bashkëpunon me... Ka shumë karrierë sa që lirisht mund flasim për të deri... Ajo që më pëlqen të Astrid është se ka shumë karrierë, po shumë modest. Shumë modest. Njeriu më modest që ndoshta do e kisha veçu nga estrada, po. E përpunuat këngën, po nuk ja humbe identitetin as pak. Ja. Një gjë shumë e rëndësishme, pikërisht kur po bëhen këto remake-a, këto remixa, sepse përsëri ajo periudha para 15 vjetëve të ngulitet në kohë, edhe pse gjithçka është me ritme moderne, me elemente, me finesa perfekte, po që identiteti nuk ju humb këngës. A e kishe të vështirë? Ishte pak e vështirë, mirë po munduam që, se sigurisht kur e përpunon një këngë mundohesh që ta bësh edhe më mirë se sa e vjetra. Mirë po është edhe më e vështirë ta improvizosh që në fillim kur nuk ekziston kënga, sigurisht që Eranda dhe kompozitorit që e kanë bë këngën, e kanë pas edhe më të vështirë se ne. Kurse ne pak më të lehtë kemi pas, duke ndryshuar pak ritmin, atë pjesën e instrumentit saz ku e ka bë Astriti, ajo tani është live, e ka bë Astriti, do me thënë studio komplet live është e bëme, nuk është me program të kompjuterit. Ka disa ndryshime mjaft, tash i kam betë publikut me vlerësu se sa është e mirë, sa është... është jashtëzakonisht shumë e mirë, po dëgjohet jashtëzakonisht shumë. Po, a ka ndonjë vend, ndonjë moment i këngës që strikt keni thënë edhe ti edhe Astridit, kjo pjesë nuk duhet prekur? Nuk duhet ndryshuar? Them drejtën, ma shumë për këngën jam konsultu me kompozitorin, Florat Gashi. Me Floratin e përshëndesim. Me Floratin, po pa tjetër. Kurse me Astridin më shumë jam konsultu vetëm për pjesën e instrumentalit ku është me saz. Po, mirë po dhe Astridi sigurisht që... Po Floratit, kur ja the idenë, si e more? Floratit i ka pëlqy shumë, jashtëzakonisht shumë.
E Ploratja ka shpirtin e brezit të ri, i kupton shumë mirë këto nevoja artistike për një ndryshim të vogël, po që përsëri frymën e mbajnë të njëjtë. Videoklipi Drenusha, po ashtu edhe videoklipi Hajde Pije janë realizuar në mënyrë shumë të veçantë, do ta kisha thënë për hir të vërtetës. Shumë detajeve ju ke kushtuar rëndësi, çdo gjë të del në perfeksion. A ishte për rëndësishme që kënga e ripërpunuar të jetë edhe në mënyrë vizuale sa më perfekte? A mendon se edhe ana vizuale luan një rol të veçantë? Po, patjetër që po, pasi që tani kanë kaluar shumë vite nga versioni originale, sigurisht që duhet jetë pak më e sofistikuar edhe kënga, po edhe gjithashtu edhe videoklipi. Pasi që kanë kaluar, thash edhe më herët, sigurisht që 15 vjet, sigurt po ndoshta edhe më shumë. Edhe jemi mundu që edhe videoklipi t'jetë pak... është shumë i bukur. Edhe pak më modern, t'jetë më i freskët, për atë arsye dhe pjesa dërmuese e videoklipit është ingjizuar në liçejin në Ohër. A duket sikur të jetë në një rivierë, ta them të drejtën. Për atë e përgëzoj Amarin, i cili ka bërë videoklipin. Edhe Amarin e përshëndesim, se më krejt jemi bo si grup. Nëse më lejon, jemi në linjë të drejt për drejt me Astridën. Përshëndetje, Astrid. Përshëndetje për juve, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si po kalon? Mirë, fanderit. Shpresoj të jeni edhe ju andej mirë. Faleminderit shumë, sa po e diskutuam edhe me datin se keni bërë një punë të papërshkrueshme duke e ruajtur identitetin e këngës, ndërsa duke e sjellë në mënyrë sa më ritmike për brezat e rinj. Më thuaj, dua të të pyes fillimisht cili është Astrid suksesi yt, çelësi i suksesit për një bashkëpunim të gjatë dhe të suksesshëm me kaq shumë artistë që ja thash edhe datit se më duket se nuk ka artist që nuk dëshiron dhe ëndron të punon me Astridin. Faleminderit shumë për respektin. Unë mendoj që faktikisht detyra artistit është që t'i gjejë bashkëpunëtorët miq e duhur. Gjithmonë duhet të kemi kujdes që ta kultivojmë muzikën e mirë, të luftojmë për artin e bukur, të krijojmë, nuk është problemi vetëm te puna e melodive, po unë në fakt muzikën e kam marrë si mision, duhet që të kemi kujdes të lëjmë një trashëgimi kështu kulturore edhe për brezat që vijnë pas. Dhe jo të mendojmë vetëm për interesat momentale, po muzika është një, do të thoja, një armë e fortë, është një gjuhë e fortë dhe është një mesazh i fortë përmes secilës na përçojmë edhe mesazh, përmes melodive na tregojmë një histori, përmes harmonisë temune tregojmë një ngjarje e kështu me radhë. Do thotë, muzika duhet mirë seriozisht, duhet krijohet me shpirt, duhet të bëhet me pasion. Pra po them, jo të vihet gjithmonë ana komerciale para. Dhe kjo është mendoj çelësi i suksesit, duhet të jemi kolegjal, duhet të jemi kështu, të kemi respektin e ndërsjell njëri ndaj tjetrit dhe pse jo gjithmonë bashkëpunimet e tilla si me shokun tem kështu, do të thoya të zemrës datin, janë të mirë së ardhuna edhe të mrekullueshme. Edhe jemi mundu që me sjell para publikut mbar shqiptar një remix të një këngës, si shta edhe dati më herët, një këngës së bukur, një këngës së vjetër, e cilën na kujton ose themi na kthen pas në kohë, nostalgji, apo jo? Po, si arritet që këngët, tingulli i instrumenteve të mbetet shumë i pastër, po që njëkohësisht të lidhet me natyrshëm edhe me stilin e datit? Kjo ka të bëjë normal me studimet e instrumenteve, si thash edhe më herët, muzikën kur e studion, kur e bën me pasion, kur e bën me dashni, edhe unë për veti jam kështu detajist, goxha i madh. Normal që në këtë rast kam interpretuar me njërin prej instrumenteve të cilat i posedoj, është instrumenti akustik ballama ose siç njihet tek ne sazi akustik. E kuptohet që kur e studion instrumentin edhe kur i din dhe këto finesat e kur e din instrumentin, kur e nje instrumentin, normal që edhe mundohemi gjithmonë me lujt mënyrën më profesionale të mundur.
Më thuj se tani në muzikën shqiptare shpesh ne përshojnë përzierje mes traditës dhe modernes. Si e sheh këtë bashkim, si një sfida apo si një mundësi të re për rikrijim që ndoshta edhe breza të rinj të hyjnë në gjak edhe ajo muzika e vjetër, sepse tani e përmend edhe pak më herët se komercialja është duke e mbytur atë origjinalen. Më thuaj se si e sheh këtë mundësi që të bëhet një përzierje mes të vjetrës dhe ritmit modern. Nëse e diskutojmë ose nëse e shohim këtë anën e muzikës vjetër, ne kuptojmë që muzika jonë e bukur shqipe është shumë e gjanë. Edhe gjithmonë është e bukur, shumë është më e lehtë dhe shumë më e thjeshtë është të rikrijosh apo të riorkestrosh një këngë vjetër me të cilën të parë tonë na kalon një material, një bagazh të jashtëzakonshëm të muzikës së bukur shqipe. Dhe unë mendoj që duhet të shkohet me kohën, të ecet përpara, duhet të jemi fleksibil në këtë aspekt, kuptohet pa e dëmtu themi atë të bukurën ose materien bazë të këngëve ekzistuese. Unë mendoj që kjo është një mundësi e mirë, edhe normal që përmes së vjetrës gjeneratat e reja njihen me madhështinë e muzikës shqiptare, që ta dinë se çka kanë pas apo çka kemi, edhe pse jo çdo gjenerat duhet ta sjellë atë njansën e vet, atë ngjyrën e vet, dhe atë mendimin e vet, kështu të themi mendimin muzikor, apo jo, që të ecim përpara. Ju jeni mjeshtër i instrumenteve, nëse këngën hajt dhe pije, do je shquaje me një instrument, do je emëroje me një instrument, cili do ishte ai? Për mu nuk do të ishte problem se me kreto instrumentet të cilat i kam dhe interpretoj, une do t'ja gjeja vendin të kjo këngë e bukur, bashkë me datin, që kështu s'do t'a kishim problem në bashkë. Bashkë me datin a ju presim në shumë shpejt edhe me një bashkëpunim të ri? Gjithmonë, une prap thash datin e kam mik, edhe kështu e kam edhe mik shtëpis, une ju përshëndes shumë, ju përshëndes për Prishtinës, ju kërkoj ndjes që këtë herë nuk mujta të jem edhe nuk pata mundësi me ardhë shkaku i kohës në studiet, jemi atje bashkë, po shpresoj në projektin e radhës bashkë me datin, do t'jemi aty edhe të shkëmbejmë kështu të bisedojmë të kënaqemi, ashtu si që ka hije. Faleminderit Astrid, pikërisht. E kemi shpejt një mbrëmje bashkë. Apo, e keni një mbrëmje bashkë, tani sa po e kuptuam. Po, kjo është vetëm fillimi, do kemi edhe shumë të tjera, edhe shpresoj të shihemi në shkupin e bukur. A do kemi ftesë publike ne si ekip? A do kemi ftesë publike ne si ekip i emisionit? Pa tjetër, vetëm se kjo do t'jetë një mbrëmje private, po sigurisht që pas kësaj shumë shpejt do t'ketë edhe tjetër, ftesa është e garantuar. Atëherë, me nzi se po presim që të na interpretoni këto këngë të bukura, po ashtu edhe ndonjë surprizë, jam e bindur se nuk e keni lënë me aq. Astrid, të faleminderit, të urojmë shumë suksese dhe faleminderit që na bën krenar se je yni në fund të ditës ti dhe dëgjohemi dhe shifemi vetëm për të mira. Ju përshëndes shumë edhe une, mirë pafshim dati. Astrid, shifmi do se jam, faleminderit shumë, shifmi shpejti. Shifemi me të mira, gjithë mira, u pafshim për mira, faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kjo edhe biseda me Astridin, ku e tham edhe ma herët të treguam për veprimtarin, ndoshta edhe s'ka nevojë të flasim për veprimtarin e Astridit. Nëse kënga është shumë e bukur, a mund videoklipim ta quajmë fytyra e saj? Fytyra e një këngë? Po sigurisht që sidomos kohëve të fundit, edhe videoklipi luan një rol kyç në këngët që janë tani më komerciale. Sikur kjo këngë kishte një videoklip vetëm zhvillum bazik, vetëm me një studio, sigurisht që nuk do të dukeshte kaq bukur. Mirë, po i kemi gjetë ato pjesë, atë kombinimi në mal që është me Astridin, ajo pjesa në liçej që është, edhe disa pjesë tjera duke bën muzikë edhe mbrëmje. Edhe ajo jep një shmek këngës, ajo pjesa mbrëmje me atë veturën që e bën pak më... Po, gjithçka jemi lidh, jemi mundu ta komponojmë në mënyrën sa më perfekte. Ti njifesh edhe tek publiku për një stil shumë unik. Si do ta përshkruaj këtë stil në 3 fjalë që nuk kanë të bëjë drejt me muzikën? Nuk e di, kjo është pjesë stilën e ke një stil më unik, më të veçantë, që të pëlqejnë gjeneratat e reja, po ashtu edhe ato moshat madhore, diqysh disi e ke majt atë balansin, mund të akomodohesh edhe aty. Është e vështirë, sepse o të pëlqen një grup mosh, o të pëlqen grup mosha tjetër, është ma e vështirë ti pëlqesh të gjithve. Është vërtet që edhe prej shumë ma herët, edhe prej ma shumë viteve,
jam mundu që ta mbaj atë stilin tim, po edhe pse tash zdia të them fatkeqësisht ajo se ka fillu pak me na shkel koha. Jo, mos thuaj ashtu të lutem, se po e ndjej veten më të moshuar, jo. Jo, Po rende mundon me mbajt atë edhe sigurisht që të mbaj edhe shumë vite në raste të tjera. Është një nga pjesa më s'di si të them, më e prekshme në karakterin tim. Videoklipit i Sole i fundit ka jashtëzakonisht shumë sukses, e dëgjoj gjithandej, më thuaj se a është edhe një qels për të pas sa më shumë mbrëmje, sa më shumë thirrje, nëse kjo këngët ja kështu në mënyrë të bukur riinterpretohen, sillen me videoklipe të bukura, ju jep gjallëni, a ndihmon edhe kjo në promovim? Është shumë e vërtet, për atë këtë këngë jam mundu ta bëj pak më moderne, pasi që kemi nevojë, sidomos këtu në Shkup, kemi nevojë që të kemi mbrëmje më shumë, pasi që kohës së fundit janë zhdukur thuajse totalisht, shumë pak ka. Jo shumë pak, as pak. Hiç, po m'vjen keq të them hiç fatkeqësisht, po. E nëpërmjet kësaj këngë jam mundu që të organizohemi edhe të ringjallemi pak, të rinjallim Shkupin, Qarshin, pasi që kemi shumë nevojë. I shoh edhe të rit janë shumë pasiv. Ti e din shumë mirë se ne jemi mirë që shumë vjet, 20 vjet s'di sa ka. Që nga atëherë ti e di se ne kemi dalë ma shumë ka. Neve kemi dalë edhe unë mendoj se në kohën tonë nga vende tjera kanë ardhur këtu të argëtojnë. Shumë e vërtet, po. Ndërsa tani kemi arritur në situatën e kundërt. Vende tjera po se po edhe nga gjithë qytetet e Kosovës e mbajmë mend kanë ardhur këtu në Shkup. Shkupi ka qenë si kryeqendër, po tani fatkeqësisht kanë ndryshuar gjërat. Ti je më afër mbrëmjeve, i prek ato. Pse ka një dështim të madh, një mos interesim, të paktën edhe për organizim? Mendoj që është pak edhe faji i moshave të reja, pasi që i shoh edhe ato janë shumë pasiv. Janë shumë të vënë mas telefonave, pas rrjeteve sociale, edhe me një farë mënyre i bën shumë konzervum ato, duke qëndruar gjatë gjithë kohës në telefon. Edhe shoh që ka shumë mungesë organizimeve të ndryshme nga rinia, që janë do me thonë të moshës më të re, shkollave të mesme, apo atyre të cilët janë për universitetet ndryshme. Si që ceka dhe më herët, në kohën tonë kemi pas shumë ma shumë organizime. Shumë ka pas, shumë. Nuk dinim ku qkojmë më para. Se nuk na linim familja, na linim një herë një javë, neve u duhet ta përzgjedhim ku do shkojmë këtë javë. Nëse kujtohet në atë kohë, në Qarshi ka pas disa lokale, mos i përmendit tash me emra. Kur kryeshte këtu mbrëmja, vazhdoshim po në për vende tjera prej fillim. Derit në fund të Qarshis i kemi kalu krejt lokale. Është shumë e vërtet. Mirë po, mendoj, nuk dua të kritikohem dhe të marrë vlerësimin asnjëri as unë ati, atëherë kemi pas më shumë miqësi dhe miqësit kanë qenë më reale dhe më të sinqerta. Jemi shoqëru, kemi hyrë në shtëpitë e njëri tjetrit, kemi pas familjarizim. Po, jemi shoqëru shumë familjarizim. Kemi pas familjarizim neve mes shoqërive. Unë mbaj mend edhe ditëlindjet kur i kam festuar, në përshtëpi? Në përshtëpi, po. Kemi organizu kështu muzikë, mbrëmje, e mbaj mend si sot një ditëlindje, e kisha prezent mysafir dhe cilin e përshëndes, edhe pse se kom pas shumë gjatë kohë, Kemon, nëse të kujtohet. Po! Legjenda me gitara, i ka qenë shumë aktiv në përshkup, në përmbrëmjet ndryshme. Ndërsa tani nuk janë. Live. E kisha Kemon të unë në shpi, do me thonë kisha pjesë, po, ku kum ba muzikë edhe unë aty, edhe ishte shumë më interesant, kishte organizime shumë më shumë. Kishte më shumë ndoshta edhe interes dhe më shumë e ndjeshmi, edhe muzikën e ndjeshmi, atmosferën e ndjeshim shoqërinë, tani mire the, ndoshta edhe dilet, po më shumë rrihet në telefona, edhe kur jemi të jashtë më shumë rrim në telefona. Çfarë kërkohet më shumë në përmbrëmje dati tani? Çfarë kanë interes më shumë të rinjt? Të rinjt e shoh pak tu një sen të keq pasi që shumë janë dhënë edhe pas muzikës underground hip-hop, cilat përmbajnë tekste shumë ofenduese, vulgare, po. Mirë po unë mundohem që ato nëpërmjet dasmave, pasi që çdo natë nëpër dasma, sidomos sezonin veror, kur ke punë çdo natë, domethënë nga 300-350 persona,
gjdo natë nga 300, do me thonë një pjesë dërmuese e qytetit, janë në dasëm. pa tjetër që duhet t'i kesh. Pasi që kur ke gjdo natë, mu i ka 30 ditë nga 300 persona. Ja, bëje matematikën Mundohem t'u afiksoj në tru se muzika shqipe ka shumë muzikë të mirë, muzika e pastër shqipe, ka shumë artistat të mëdhenj, mund të them që pa problem që artistat më të mëdhenj të muzikës në Ballkan janë shqiptarë, pa diskutim, edhe kam mjaft muzikë, çfarë muzike me dëgju të rinjt. E mundohem që t'i largoj nga ajo pjesa e muzikës që është ofenduese, po edhe nga pjesa e muzikës jam kategorikisht për muzikën tallava. Nuk e praktikoj as në përdasma. Sa të vështirë për ty da ti kultivosh, ti mbajsh, ti ruajsh këngët e vjetra dhe në mënyrë sa më perfekte, tu a gjesh atë momentin kur duhet? Më varet prej qytetit, në Shkup është më e vështirë, fatkeqësisht. Po. Kurse në Kosovë ende i kanë rujt, mund të si lloj tradite këngat e vjetra, në shumë vendet Kosovës, kurse në Shkup është pak më e vështirë, pasi që i shoh sidomos rinia, as që i njohin këngat e vjetra. Shumë pak ka nga trit që i shoh si reagojnë kur i lëshojnë të këngat e vjetra popullore, dhe me thënë nuk ka ndonjë reagim pozitiv. Po, edhe mu po, normal. Po edhe ato janë muzika shumë më të mira, janë më reale, janë më artistike. Tekstet i kanë më të janë muzika cilat që më shumë pak këngëtar mund t'i performojnë në përdasma. Po. Pas Hajde pije dhe pas Drenushës, cila këngë po të thoret? Bëu i sinqert, se jam e bindur se si e duke e ndetë me duar. Ende nuk e kom vendos, sigurisht që do të ketë këngë të re, edhe videoklip të ri, mirë po ende nuk e kom vendos. Jam duke mendu për një balad, mirë po një balad pak më ritmike. Tani koha është për balada, e kemi dimrin para dhe... Do jetë bashkëpunim apo? Nuk e di ende, nuk e kam vendos atë pjesë, po ka shans që t'jetë edhe një bashkëpunim. Mirë po kryesorja, sigurisht që do të ketë projekte të reja. Konkretisht çka nuk i di ende as vetë. Po, është me rëndësi të ekziston dëshira. Po, dëshira shumë. Dhe pastaj kur ekziston dëshira edhe mundësia vetë hapet, se për një punëtor gjithsesi nuk mund të mos figuroj edhe suksesi. Nëse ti një kujtim tandin do kishe dasht me ripërpunu si këto këngë, cili do ishte ai kujtim? Ma konkretisht ma shpjegoj çfarë kujtimi. Në qoftë se dëshiron me ripërpunu një kujtim nga e kaluara, cilin do e ripërpunoje, cilin kujtim? Periudën e kohës së mesme. Po, a desha ta them sigurisht që po. Periudën e shkollës së mesme, sidomos vitit të 4. Më duket ka qenë shumë dinamik. Fiks, më duket se atë periudë do gjithë e mbajmë në mend, dhe në qoftë se më pyet dikush se momentet më të bukura të jetës, automatikisht më shkon mendja në atë periudhë. Po, sigurisht, atëherë s'kemi pasur ngarkesë psiqike të punës e tjera ngarkesa, kemi qenë fiksum vetëm pas mbrëmjeve, pas qefit. Fiks, po kemi ditë edhe ta bëjmë edhe qefe. Si mendon datin e të ardhmen, a do të kemi nevojë që dikush të ripërpunoj edhe këngën tënde dhe muzikën tënde? Sigurisht që po. Pasi që teknologjia gjatë gjithë kohës ndryshon, sofistikohet teknologjia, dhe sigurisht që pas 15 viteve, 20 viteve, dikush tjetër do t'i gjenë dopsit e këngës që e kemi bënë. Jo dopsi, ta bë një këngë që e ke sjell ti, pse jo të bëhet edhe hit edhe pas. Jo dopsi, ku mund të gjejmë dopsi mos u tall? Po, sigurisht që po. Sigurisht që do të ketë. Dhe pastaj nipat e datit, kënga e gjyshit, si mendon? Mendon se puna e një artisti është për të lënë gjurmë që gjeneratat, brezat e rinj të krenohen me punën e një paraardhësit të tyre? Shumë e vërtet, unë e çmoj shumë punën e artistit. Nuk e vendoj asnjëherë pjesën materiale, domethënë para artit, në asnjë mënyrë, asnjëherë. Edhe për atë arsye e cika dhe më herët, edhe pse materialisht do të kisha përfituar shumë më shumë nëse në përdasma do të kisha bërë muzikë gjatë gjithë kohës tallava. Ama nivelja do të kishte ndryshu i dasmave atëherë? Po, shumë kishte ndryshu. Edhe për atë arsye mundohem që me një farë mënyre, edhe pse s'mund t'jem perfekt, sigurisht që ka pjesë ndonjëherë që edhe unë e kom lëshu në i këngë tallava, po kam qenë i imponum. Sa shemo nëse ta kërkon
dhëndri s'mund t'i thosh jo. Është Se dasma e është e ati. Po. Mirë po, pjesa dërmuese, 99% e dasmës të unë s'mund t'ket talava. Me këngë të Një bukura, pjesë shumë të vogël, minimalisht, që ndonjëherë që s'mund t'a kthejt e mas në një person. Për atë arsye, desha të ndërlidhi këtu të kthehen te arti. Për mu, arti është jetë. Është diçka që të ndjek gjatë gjithë jetën emocionalisht. Edhe nuk mund krahasohet as me para, as mas gjë tjetër. Ti edhe një fëmijë, një artiste. Atë ka ndihmu që ta kesh këtë të menduar dhe këtë mënyrë, në realizimin tënë si një artist, ka ndihmu edhe puna, fjalët e babit? Shumë, po, sigurisht që po. Sigurisht që mos kishte dëgju babim muzika që i dëgjoj sot edhe unë, edhe unë sigurisht që nuk kisha dëgju këtë stil të muzikës. Do me thënë, ajo krejt në varet edhe nga edukata. Po, pasi që jemi rritë në atë frymë, në shtëpi, me këtë stil të muzikës këngave shumë të vjetra, viteve 60, 70, 80, që kanë përmbajtje artistike, edhe sigurisht që kam trashëgimi nga, sidomos nga babai. Diçka për në fund? Çfarë pret nga suksesi i këngës Hajde Pije? Cilat janë pritshmëritë? Shpresoj që nëpërmjet kësaj këngës të fillojmë të ringjallemi këtu në Shkup, të organizojmë mbrëmje sa më shumë, shpresoj që të jetë vetëm një nismë e mbrëmjeve në Shkup. Të jetë kënga Hajde Pije dhe Drenusha iniciativë. Edhe sigurisht që do të ketë edhe tjera. Dhe pastaj pse jo, ndoshta edhe artistë tjerë do bëjnë një gjë të tillë dhe të grumbulloheni edhe ta ringjalleni. Edhe sigurisht tash është koha që jemi edhe më të lirë. Edhe artistët, se shumicën e artistëve këngëtarëve i kam shoh. Kur bëhet fjalë për me ringjallë diçka, janë edhe vetë ato iniciatorë edhe nuk e shohin pjesën materiale, sa pare do të më jep shembull ky lokal, atë vi apo mos vi, kur bëhet fjalë për diçka ringjallë, për të mirën e rinisë, të gjithë janë sigurisht që po, nuk e shohin mendja hapur edhe nuk e shohin, nuk e kanë si primare përfitimin, po. Ndoshta ndonjëherë përfitimi shpirtëror është më i madh se ai i xhepit. Shumë e vërtetë është, po. Kështu që paguhet më asgjë. Gjithë ata që mendojnë në përfitimin e shpirtit, në atë shpirtërorën, beso se janë më të pasur se gjithë të tjerët. Datit, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Ne të urojmë jashtëzakonisht shumë suksese kur do organizoni mbrëmjet, na thirrni edhe neve si ekip të vim dhe të kënaqemi në ato tingujt e bukur që ju i përpunoni dhe i ripërpunoni dhe i sjellni në mënyrë perfekte. Të urojmë shumë suksese, tani pusho dimrit, puno sa më shumë që në sezonin kur të vish vetëm të na sjellësh. Ende ka dasma. A po? Po, ky tetor është. Kam dëgjuar se edhe në dhjetor ka, realisht. Po, në dhjetor, po dhjetori është si gjysmë sezoni. A po? Po, nga 15-20 dhjetori, deri nga 4-5 janari. Sepse vinë ndoshta gurbetçarët. Po edhe gurbetçarët, po edhe organizojnë shumë mbrëmje, firma të ndryshme, fundvitit, shkolla, institucione të ndryshme për festat. Fundvit. Fundvitit ka mbrëmje të ndryshme. Mirë, po këtë vit e shoh edhe tetori është mjaft i ngarkuar. Le të martohen njerëzit, dati le të duahen njerëzit, le të argëtohen, kështu që ne jemi këtu për t'i argëtuar ata, po në fund të ditës. Patjetër. Faleminderit shumë edhe një. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, Xhana. Lutem.